kur janë mbajt veç 5 sprojme të edicionit të 4 të Big Brother VIP Kosova, shtëpisë më të madhe kosovare, kanë nis paksa me u ringjall shtëpia, siç duket këtë ringjallje e ka nis Labi, banori më i ri tash 2 javë i shtëpisë më të madhe, e kanë bënë një analizë për këto 3-4 javë 5 sa kanë kalu. Për shembull, po e nisi me Elionin, fjalët e Benitës edhe Talbës, fjalët mbas shpinë të Bias dhe Dolçes që e quajtën kurb, fjalët e Shkurtës, ofendimet, akuzat e keqkuptimet në thojza, fjalët e Klodit me tone të larta, fjalët e kushtrimit. Krejt këto janë kthy kundër Elionës vetëm sepse është një vajzë vetvetja, është e sjellshme, me gjithë këto edhe tepër e bukur, natyrale që po ja kanë lakmi edhe vajzat e shtëpisë dhe normal që ton kohën po shpërthen në lot, sepse gjithë janë vënë kundër, sidomos banorja Shkurta, e cila e ka tepër një sjellje arrogante, është tepër një banor që po jep energji negative sipas meje në atë shtëpi. Masni ndodhi këto ditë debati ose në prime më saktësisht debati i madh që zë korreshtia në shoqërinë tonë kosovare se si prindrit i përzihen fëmijëve të tyre dhe kësaj dite se kanë me zgjedh për burr respektivisht për gru. Baboi i Tonit erdh prime në shtëpi brenda u fut edhe i tha Tonit që nuk duhesh me e marr në këtë rast për gru, po them ose me pas për femën bien, ose me pas edhe lidhje çfarë do qoftë, por i tha fokuso tek Eliona, e që kjo zgjoi debat madh në shoqërinë kosovare se pse i tha kështu, ose sepse i tha pikërisht për Elionin kur dihet që në prajmin e 4 vet Toni në një moment i thot Elionës që unë ty të konsideroj si motër edhe çdo këshill që komë ta jop në krah tamam sikur vllajët, edhe kemi pas gjithmonë krah mbështets. Në anën tjetër prapë zgjoi debat për mënyrën se si Toni është një 34 vjeçar, e vajza e tij ka 13 vjet, po ashtu edhe që prindi i Tonin në këtë rast i tha dosh me u lidh me Elionin, e që dihet që diferenca me Tonin edhe Elionin është tepër e madhe, ku dihet që Eliona i ka veç 18 vjet kurse Toni ka 34 vjet, edhe kjo bë tepër buj, përndryshe loja e Tonit po më pëlqen tepër shumë. Klodiani një asitin Zoku që e merr këtë një fjalë e bartë tjetri, po asnjëherë nuk krijon debat për veten, edhe nuk kemi pa diçka prej tij që na ka tregu për jetën e tij, ton kohën veç më shumë po mbështetet në krahun e lëndrimit, po mbështetem në krah të lojës, po them, sepse ka pas lëndime shumë edhe që kinse janë qift, po them, sidomos nga Labi, që ton kohën i ka ngacmu me këtë fjalën qift. Këto 24 orë të fundit, siç duket e kemi një krisje të raporteve në mes të Albës dhe Benitës, e që para disa javëve kanë qenë shoqe tepër të mira, madje në momente pa të godit, si fizikisht, por edhe psiqikisht e moralisht Elionën, për çka edhe nuk janë dënu nga vllai në këtë rast. Po ashtu, siç duket, Toni nuk po i merr fjalët e babit të tij parasysh, sepse siç duket ka lind një aleancë e re në mes të Tonit dhe Benitës, e që pak është bë diskutabile kjo situatë, për arsye që tash nuk po dihet se a është Toni me Elionën, apo Toni me Benitën, apo Toni me bien, apo Edi me Elionën, sepse edhe Edi pak nga ky 24 orë që i fundit ka nis një lloj parafrimi, po them, nuk dihet sa i përket lojës apo për çka. Tjetër çka më ka zukurreshtja është se qysh Dolçja shkon me një format si Grande Fratello, edhe atje e mohon që ka qenë, po them, e lidhur në thojza kushtimisht me Edin, kanë shkëmby puthje dashni, edhe në fund thot që
unë nuk kam pëlqem ose nuk është që më ka pëlqy në gjallë mbranda atë, nuk e di, dhe më thonë, a e ka për loj ende dolqe, apo për çka po e mbon Edin, kurse në anën tjetër Edi me shpresë gjithmonë duke e prit dolqen. Madje çka po është tjetër është edhe që më befasoj tepër shumë kur ishin banorët të preferuar dhe më pak të preferuar, prita që banorët me preferuar tjetë labi dhe jo lundrimi, edhe pse edhe lundrimi po më pëlqen loja ti, kurse tek banorët më pak të preferuar nuk prita as pak që ka me qenë hygjerta. Do me thonë, na jemi një asi shoqënie që na e akuzojnë Sasën se pse e ka gjyshën serbe, po në anën tjetër e zgjedhin hygjertin si banorën më pak të preferuar. Do me thonë, nëse ti ton kohën jetë e gjyku, jetë e akuzu një banore se qysh ju ka qas lobit edhe se qysh e ka pos gjyshën serbe, e në anën tjetër e voton hygjerten për banore me pak të preferuar, kjo do të thotë që jemi një popull labil, fatkeqësisht, edhe që ndroj mendin ka të frynera. Tjetër që kam po për këtë ditë, si që thash Edi, po mduket një afirmitet me Elionën, por nuk dihet është në kodër të lojës apo jo. Kushtrimi po mduket që e ka përkrohen nga publiku, se deri më tash 2 drona i kanë ardhur, gjë që nuk është bërë për banorë tjerë, por nuk po e di se ato mbranda nuk po ka debat ose nuk po ka shkuq shqip ku me u kap. E në anën tjetër, Arditin, Bia Khalifën, Ibro Delin po i shoh si banorët ndërmjet përhumburit, sepse nuk po kanë çka me jo pas së shtëpie. Për shembull, po është dje një debat për lavandëri që e pat Ibro me Bia Khalifën që ke debati kot. Ibro është në nominim këtë javë edhe veç po donë me u kap diku, po qyshta dhe lëndrimi do të me pas fakte dhe bazë shumë të fortë debate për me mujt me u kap e jo veç me u kap kushtimisht. Edhe për fund e kam lanë ëmbëlsirën e shtëpisë, labinotin, labi, një banor që ka nis me e aktivizor shtëpinë në mënyrën më të fuqishme të mundshme, edhe që secilin banor edhe ata që kanë qenë ton kohën të fjetun, kushtimisht po them, ka nis me zgju edhe me e bë tepër lojën e interesante, pa çka se nuk po më pëlqen që disa gjona po i nxjerr, po i merr nga jashtë dhe po i fut brenda, por lobi na ka tregu që din me bë lojë edhe i ka analizu fort mirë, kështu që ja ka vlejt krejt ajo kërshëria, krejt ajo protesta e madhe që e ka bo për me u fut në Big Brother, edhe shihemi në analiza tjera.